Konzan që ju thirë juve? Po, në martesa, në lindje, në gjitha në thirin. Seriozisht? Mase ja vaj pytje në zonca, se zonca. Pyti që ku janë disa, po s'janë të krejtë. Gjithë prindve vetëm një kujdes, s'paku 50% kujdesin ndaj tyre. Ju jeni? Prizrenit. Prizrenit. Jeni me profesion? Arsimtare. Arsimtare. Pyetja jeme sot është kjo, çfarë niveli është arsimi në ditën e sotit? Nivel të mirë, më të me tha. Jo shumë të mirë, po të mirë. Sa vite je profesorish? 27. Që 27 vite. 27. Sa gjenerata kanë ikë, kanë shku, çfarë ndjeni është kur e përfundoni vitin? Një ndjenë shumë e mirë është. Sidomos kur i përcjellim klasën 9-ta, shumë ndjenje e mirë. A keni në nxënës që lidhi me ta? Shumë. Po, kemi shumë. Lidhemi edhe vazhdojmë lidhjen hala. Seriozisht? Edhe martesën, edhe domethënë jetën e tyre private, hala e vazhdojmë. Seriozisht? Po. Konzan që ju thirë juve? Po, në martesa, në lindje, në gjitha në thirin. Seriozisht? Ua, so interesant. Çfarë gjuha je? Farë lande je? Kimine ja. Ju kimi? Po. Si kimiste, po nxënësat sa janë vëdishëm për mësimi? Për landën e kimis, pak. Për landën e kimis, po, pak. A ka ndodhur ndonjëherë me lanë nisha? Lanë pak më e ftohtë, a nisha? Jo, çfarë nisha, s'ka nisha. Me përsërit vite? Jo, hiç. Shumë të mirë jena. Qysh, i ka lënë pa dita? Jo, pa ditë, jo janë shumë të mirë, unë e thash. Seriozisht? Po, jo pa ditë, po janë shumë të mirë. Mase ja vaj pytje në zonca, se zonca. Pyti që ku janë disa, po s'janë të krejtë. Mësuse, tash është edhe përfundimi i vitit. Ju e keni pas klasë të nënta? E keni pas klasë të nënta? Po. Sa janë të përgatitur për testin e maturës? Janë të ba dhe kurse një punë edhe baj përgatitje, edhe në shkollë para përgatitje për nivelin e tyne. Po është një test i thjeshtë është, nuk është një test i nivelit lartë. Domethënë është një test që i përfshin gjithë përfshirje, në gjitha landet. Une në testin PISA e kom has një pyetje, o kanë pyetja çfarë ban pula kur qohet mëngjes, o kanë pyetja 127 mos gabofsha, edhe o kanë përgjigje, o kanë gjimnastik. Edhe as kush se kish pas thonë, se kish pas ditë që të pyetje. Mirë, na këto gjana nuk ja mësojmë, domethënë për biologjia është për këto. Se na në kimi nuk jam shumë qëto gjana. Përgjithsi po thamë, domethënë. Testi PISA pregaditën fëmijëve që ju ka ra kodi tyre, që ju ka ra se shkojnë me kode. A nuk i marrin fëmijët që janë Jo, shkojnë me kode, aty shkojnë me kode, ndodhë që me shku edhe një, domethënë i komunitetit, mirë po që nështë ka përsërit, edhe i moshës madhore, edhe i ka ra kodi ka shku aty. Në anën tjetër pregaditën, nuk mirën fëmijët vetëm edhe që. A nuk i qoni dhe me thonë jo veç fëmijët e zgjut? Jo, sashtë, jo. Jo, nuk është kja. A ka ndodhë në këtë vetë me përsërit vitin a nxënës? Jo. Në shkollë tonë jo, nuk ka ndodhë hala. Ku e keni më jatë shkollë ju që kanë nxënës ta shumë zgjut? Hazisola është. Hazisola në Prizren, Po, në Prizren është. Çfarë mesazh ju kishte dhënë gjithë prindve? Gjithë prindve vetëm një kujdes, s'paku 50% kujdesin ndaj tyre. E çfarë mesazh ju kishte dhënë gjithë kolegëve këto? Edhe kolege. Të mirë janë shumë. Nivelin e duhur, mirë po vetëm kujdesi i prindve ndaj fëmijëve. Kush problemi mes prindit, fëmijës dhe profesorit? Ku është problemi që do nxënës apo janë shumë problematik? Ka shumë faktor, s'mund të me thonë, ka shumë faktor, se edhe po më presin. Po më presin. Okej, që edhe një sekund. Ku është faktori i kësaj? A mujna me zgjedh një zgjidhje, sepse... Ka shumë faktor, sidomos bashkëpunimi prind, mësim dhënës dhe nxënës, du të me qenë nivelin e duhur. Faleminderit që ishe pjesë e jonë. Gjithashtu. Trujt Zoti. Ju të dashur mirë që rrini me neve, sepse gjanat e mira i sjellin veç na. Lexo, mëso, studio, sepse pa mësim s'ka arsim, e pa arsim nuk ka mësim. Kështu që rrini me neve.